E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV, këtë herë për t'i dhënë pak vëmendje një bisedës që është bërë natën e mbrëmshme nga Gjesti dhe Laerti. Këtë vit për herë të parë, me sa unë e di dhe sa ka marrë informacione, katolikët edhe ortodokset i kanë pashkët bashkë. Unë dua të shpreh urimet sinqerta ndaj të gjithëve, gëzuar Pashkët, qofshin Pashkë të mbara dhe ju sjellshin vetëm lumturi, begati dhe mirësi në familjet tuaja. Dhe po pikërisht për Pashkët, ishte biseda që po bënte Laerti dhe Gjesti. Gjesti me qetësinë më të madhe, duke respektuar me shumë respekt fen ortodokse dhe katolike, Gjesti po pyeste Eglin pikërisht një herë për kryqin që ka në qafë. Dhe Egli po ja shpjegonte detajet se përse ka kaq vlerë të madhe kryqi tek ortodoksët edhe tek katolikët. Dhe Gjesti e mori me shumë sportivitet dhe në fakt i pëlqeu mënyra se sa bukur po ja shpjegonte Egli. Dhe më pas Gjesti shkoi tek Laerti për ta pyetur se çfarë vlerë kanë Pashkët dhe se si janë të radhitura Pashkët. Por çuditërisht, ajo që mua më ra në vesh ishte se Gjesti e njihte shumë bukur përse, domethënë, kanë varur në kryq Krishtin, e dinte të gjithë historikun e kësaj ngjarje, që kjo nuk kupton që Gjesti kishte lexuar dhe ishte njohur me këtë drejtimin. Okej, se edhe në Pej në Prizren ka katolik dhe normalisht ne jetojmë së bashku dhe me patjetër që do kemi informacion për fenë e njëri tjetrit, por ajo që mua më pëlqeu ishte qasja që Gjesti bëri me Laertin për të kuptuar që, domethënë, edhe në raste të këtilla Gjesti vërtet di të dhuroj shumë dashuri dhe di të dhuroj shumë pasion. Te Laerti e pash këtë pjesën që ishte pak ignorant ndaj mënyrës se si mundoheshte t'ia shpjegoj Gjestit, dhe ndoshta i vinte me inat edhe me mlef, sepse më pyete, se ndoshta e merrte edhe për provokim, por unë e pash që biseda mes tyre ishte një bisedë shumë e sinqertë dhe Gjesti dëshironte të dinte detaje më shumë rreth festës së Pashkëve, sepse sipas shpjegimit që i bëri Egli, është një festë shumë e bukur, është një festë që është shumë ngjyra dhe domethënë simbolika e kësaj feste është dekorimi i vezës, edhe shumë simbolika të tjera. Dhe mbi të gjitha, domethënë, Gjestin i pëlqeu kjo pjesa dhe si personazh pak më i lexueshëm, më i ditur, më i njohur, njëri që gjithmonë i ka trokitur tavolinës për fen, në këtë rast Laerti brenda në shtëpinë e Big Brotherit, Gjesti po e pyeste me shumë spontanitet dhe po e shionte, ndërsa Laerti gjatë gjithë kohës e vëreja unë këtë gjën e merrte si tip provokimi, që ky mua po më provokon për këtë gjën. Unë jam shumë i bindur që Gjesti nuk është natyra që do provokoj dhe sidomos për punë feste, sepse nuk ka provokuar në asnjë mënyrë. Dhe shpjegimi që ja bëri Egli, shumë i sinqert, dhe që Gjesti po e prekte kryqin në qafë të Eglit dhe po e levatonte në një farë mënyre, nuk është një lloj provokimi, por mendoj që mesazhi që Marin Mema dha në këtë Big Brother natën e mbrëmshme ishte një mesazh shumë i fuqishëm, sepse shumica nga komentuesit thonin që Gjesti nuk e ka kuptuar Marinin çka ka thonë. Gjesti e ka kuptuar dhe prandaj pati dhe këtë reflektimin për t'u interesuar për një diçka që ndoshta nuk e ka festuar apo nuk e ka kaluar ndonjëherë në jetën e tij më herët. Dhe kjo në fakt çuditërisht e la për të kuptuar që Gjesti është njeri i kthyeshëm, është njeri i dashur, është njeri pozitiv, pa marrë parasysh se çfarë ti bësh. Laerti në momentin që e kuptoi që Gjesti pas një bisede nuk e ka këtë gjën për provokim dhe nuk e ka këtë gjën që prej kësaj pjese të alcaroj Laertin dhe të nxjerrën diskutim, Laerti u zbut dhe filloi t'ia shpjegon shumë bukur këtë pjesën. Dhe pash që Gjesti, domethënë, gjeti një frym në festën e Laertit edhe të Eglit apo të Rozana Radit. Dhe për këtë gjë më pëlqen komunikimi që po ndërtohet brenda në atë shtëpi. A mendoni ju që Laerti po ndikohet shumë nga përzgjedhja e fituesit edhe po i merr të gjitha gjërat si provokim edhe në këtë situatë që në fakt dikur ka qenë një situatë shumë delikate në Big Brother, sepse përmendja e religionit në Big Brother ka sjell gjithmonë diskutime shumë të zjarrta. Dua të marr mendimin tuaj.